Qarku i Elbasanit është një nga prodhuesit më të mëdhenj të ullirit në Shqipëri, duke numëruar rreth 2.400.000 rënj. Këtë vit për shkak se rendimenti i ullinjve është më i ulët, në tregun vendas 1 litër vaj po tregtohet nga 700 deri në 800 lekë. Prodhuesit e vajit të ullirit në Elbasan shprehen të kënaqur që edhe pse 2025-a nuk ishte një vit i mbar në prodhimin e ullirit sa i takon rendimentit, ata janë të kënaqur me shitjen e vajit të ullirit. Kjo fal një modeli të ri që po fillon të aplikohet nga fermerët në Elbasan prej 2 vitesh. Teknologjia i ka ardhur në ndihmë edhe fermerëve për të vendosur kontakte me tregun botëror, duke siguruar blerës të vajit dhe shtetas amerikan. Për të dytin vit me radhë, fermerët në Elbasan thonë se vaji në ullirit e çojnë për eksport me një çmim të kënaqshëm. Çmimi çeli verdi po me 7.000-8.000 thonë atë. S'ka më tepër, me vështirësi, nuk ka. 20 po t'jo vjet, 25, si vjet ka vaj 30-35, nuk vjen i ri pa. Dhe shesim, krejt, ku mu gjejmë. Po vjeta unë kam ta qekë Amerikani. Jashtë vej, da marrin ta, kanë artu, e le direkt në fabrikë, nuk e marrë. E ka ata e kam plesu, me vjallë me dhumët litri. Ma e lërëtisë vesh, për këtu me 7 me 8, a i e merë dhumët. Here parë që kam 28 kujtal. Ulliri Belës të shimir nga toka njerë, është tokë vishtare, ulliri e të do. Edhe me të prera kinimike, s'kemi edhe prera tjera. Tashmë edhe bujqësia po ecën me ritme bashkëkohore, ndaj edhe shumë të rinj po i përkushtohen profesionalisht. Vendosja e kontakteve me tregun amerikan po i ndihmon fermerët që të mos kenë vaj stok. Vaj shkon për në eksport në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një prodhimtari, disa parcela që janë në kontroll dhe të vazhdueshëm edhe marrin certifikatën organike. Siç jemi ne edhe vetë pa isur si fabrik për punimit për organik. Ky do jetë viti i dytë. Pra sezoni i kaluar ka qenë viti i parë për ne. Vit kemi kaluar, sapo kaluam 20.000 litra. Ndërsa për këtë vit bëhet fjalë për një sasi prej 60.000 litra. E kam vlerësuar, patjetër që po. Po bëhet edhe një kampanjë nga mrapa për Shtetin e Bashkuar të Amerikës, brenda për popullin e vet, mbi konsumimin e vajit të ullirit. Absolutisht që po, ka një sër testesh jashtëzakonisht shumë të gjata, edhe është procedurë jashtëzakonisht shumë e gjatë, te kontrolli i pesticideve, te kontrolli i parcelës, te kontrolli i vlerës ushqyese bazike, pastaj kalojmë në disa gjëra pak më teknike për vajin e ullirit. Prodhimi dhe përpunimi i ullirit në qarkun e Elbasanit është një nga sektorët më të rëndësishëm të ekonomisë lokale.